إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot, o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Në qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar të nderuar, sot me lejen e të Madhit Zot, do të trajtojmë një prej sëmundjeve më të rrezikshme, por edhe më të padukshme të kohës sonë. Një armik që nuk shihet me sy, por ndihet me zemër. E që është rënja shpirtërore. Kur zemra ftohet, namazi bëhet barë. Kur zemra ftohet, përjetimi i Kur'anit harrohet. Kur përmendet Allahu i Madhërisëm, zemra nuk rënqethet. Kur përmenden mirësitë dhe madhështitë e librit të Allahut Madhërisëm, besimtari dhe besimtarja nuk ndikohet. Padyshim se rënja shpirtërore është proces i gjatë, nuk vije me njëherë. Fillon nga vonimi i namazit, nga shikimi në haram, nga një inshallah që kur nuk bëhet realitet. Pra kur çdo gjë fillon e bëhet formalitet. Kështu fillon rënja shpirtërore. Zoti i Madhërisëm na tërheq vërejtjen përmes një ajeti të Kuranit dhe na tregon se kësaj u ka ndodhur edhe disave paranesh. Ndonse u është dhënë shpallja, u është dhënë libri, ndonse u janë dërguar pejgamber. Pra në qoftë se ne nuk i kushtojmë rëndësi kësaj çështje, sepse zemra është organi më i rëndësishëm, por edhe më i ndijshëm. Inna fil jasadi mudgha, idha salahat, salaha al jasadu kullu. Në trupin e njeriut ka një copë mishi, në qoftë se ajo copë mishi përmirësohet, përmirësohet i gjithë trupi. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Në qoftë se ajo copë mishi prishet, prishet i gjithë trupi. Ala wahiya al-qalb. Kini kujdes, vini re, kjo copë mishi është zemra. Pra zemra është shumë e brisht, ndikohet shumë shpejt nga rrethonat në të cilat ne jetojmë. Në qoftë se zemra nuk ushqehet me adhurim të sinqert ndaj Allahut të Madhërisëm, ajo fillon e ftohet. Pra Allahu i Madhërisëm thot kësaj: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq." A nuk ka ardhur koha që besimtarët, kur të përmendet Allahu i Madhërisëm, të përulen zemrat e tyre, pra të ndikohen nga fjalët e Allahut. Zemrat e tyre nuk duhet të jenë të ftohta në raport me pranimin dhe përjetimin e fjalëve të Zotit, në raport me shpalljen e Allahut Madhërisëm. Wa ma nazala min al-haq, në raport me atë që ka zbritur prej shpalljes së Zotit. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu
fatala alejhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. E të mos bëhen sikur sa ata që ishin më parë, pra përithtarët e librit po flet Allahu i Madhërisëm, të cilëve u dha Zoti shpallje, u azgjati afatin, ata jetuan për një kohë gjatë, faqasat qulubuhum, mirë po, u ngurtësuan zemrat e tyre, wa kathirun minhum fasiqun. Dhe shumë prej tyre ishin nga trestar, ishin çrregullues të jetës njerëzore. Ndonë se Allahu i ka nderuar me shpallje, por qasja e tyre në raport me shpalljen e Zotit, në raport me imanin si mirësia më e madhe, ka qenë e pavend, ka qenë e paqëlluar, por nuk ka qenë qasje mirënjohëse, nuk ka qenë qasje përjetuese, falenderuese, por ka qenë mos mirënjohëse, përbuzëse. E kanë anashkaluar fjalën e Allahut Madhërisëm dhe për pasojë janë ngurtësuar zemrat e tyre. Allahu po na tërheq vërejtën dhe po thot, në qoftë se ju nuk e pranoni mesazhin e Allahut, nuk e besoni, nuk e përjetoni atë, nuk rënqethen zemrat tuaja kur i dëgjoni fjalët e Allahut Madhërisëm, është rrezik që edhe ju me përfundu sikur se ata që kanë qenë para jush, të cilëve Zoti u dha shpallje, u dërgoi pejgamber, e ata ja kthyen shpinën shpalljes së Allahut. Ndonë se jo me zemër, por praktikisht me veprime, nuk e kanë marrë seriozisht librin e Zotit. E Allahu urdhron që në raport me librin e tij ne ta marrim seriozisht. Kush është Yahya alayhis salam, edhe Allahu e ka urdhëruar në mënyrë të prerë dhe të qartë, duke i thënë: "Ya Yahya, khudhil kitaba bi quwwa." O Yahya, merre librin seriozisht. Fuqishëm kapu pas librit të Zotit. Për arsye se kjo është lidhja më e fuqishme që ekziston. Dhe nga këtu buron çdo bekim që ne e kërkojmë. Sahabët e nderuar i kanë pas zemrat e gjalla. Omeri radiallahu anhu thoshte: edhe sikur gjithë botën ta kisha në sundim, t'ishte e imja, do ta jepja vetëm për një çast vetëm, kur unë sinqerisht e kam adhuru Allahun e Madhërisëm. Shikoni çfarë zemër gjallë ka pas Omeri në raport me adhurimin ndaj Zotit. Muadh ibn Xhebeli në agonit vdekjes, para se me dhonë shpirt, i ka thonë këto fjalë madhështore. Ka thonë, nuk po mërzitem për dynjan, as pak. Po mërzitem që nuk do të kem më mundësi të agjëroj në ditët e gjata të Ramazanit, edhe të falem në netët e gjata prej netëve të vitit. Pra, më të mirat e mundshme i kanë synu, më të vështirat i kanë praktiku, edhe janë përmallu për to. Në agonit vdekjes, nuk po mërzitet as që po e braktis familjen, as pasurin, as karrierën, as famën, as gjë. Thot po mërzitem që s'kam me pas më mundësi me agjëru ditët e gjata, jo të shkurta. E as me u fal natën në netët e gjata të netëve të Allahut Madhërisëm. Si ta gjallërojmë zemrën, si ta gjallërojmë shpirtin. Fillimisht duhet që namazin me fal jo për me kryer detyrimin, por për me komuniku me Allahun e Madhërisëm. Nuk ka vetdije më të ngritur për besimtarin dhe besimtarën në raport me namazin që e kryen, se sa kur ti lidhesh në namaz duke ju drejtuar të plot fuqishmit, absolutit, mbretit të mbretërve, Allahut Madhërisëm. Edhe kur e din se ti tani ke fillu me komuniku me Zotin, namazi është komunikim me Allahun e Madhërisëm. Pastaj detyrimi vetëm se kryet, madje kryet në mënyrën më të mirë, me përjetimin më të thellë. Kur të lexoni Kur'an, e duhet të lexoni Kur'an, qoftë në gjuhën origjinale të zbritur, qoftë edhe shqip. Me rëndësi është që të reflektojmë, me rëndësi është që të meditojmë dhe të lexojmë për ta shëruar zemrën, jo thjesht për të arritur sevape. Lexoni Kur'anin për me shëru zemrën. Allahu vetë thot në Kur'an për Kur'anin: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ne kemi zbritur nga Kur'ani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Pra Allahu e ka quajtur Kur'anin shërim, jo vetëm i shpirtit, por edhe i mendjes e i trupit. Një zemër e cila ushqehet me fjalët e Allahut, një trup që edukohet me mesazhet kuranore, e ka të pamundur mos me gjetë shërim për smundjet e veta, qofshin shpirtërore apo trupore. Ka të pamundur. Vetëm nëse Allahu i Madhërisëm ja ka caktuar e gjelin me marrë me vete,
atëherë s'ka medikament edhe s'ka ilaç që mundet me ja parandalu vdekjen. Por derisa Allahu i ka dhënë jetë, Kurani është burimi i gjitha shërimeve. Edhe fizike, edhe metafizike. Pastaj t'i afrohemi Allahut Madhërisëm duke ju afruar njerëzve me bamirësi. Jo thjesht për t'u kthyer njerëzve të mirën me të mirë, vizitën me vizitë, buzëqeshjen me buzëqeshje, por për ta edukuar shpirtin ton përmes bamirësisë e cila çrënjos çdo ligësi në zemrat tona. Allahu çfarë thon Kur'an? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Shikoni, i përmend Allahu 3 nivelet e mirësisë. Allahu urdhon në drejtësi. Pra, fillimisht raportet tona ndërtohen mbi drejtësi. Madje është niveli më i ulët që ne duhet ta trajtojmë njëri tjetrin. Pastaj kalon në një nivel pak më të lartë. Thot wal ihsan, edhe urdhon në bamirësi. Shpesh herë atë që nuk e zgjidh drejtësia, e zgjidh bamirësia. Sa raste kemi ne në familjet tona, por edhe jashtë familjeve tona, ku njerëzit nuk dëshirojnë drejtësi. Nuk dëshirojnë mi zgjidh problemet mes nesh me drejtësi. Atëherë ç'a ndodh? Njëra palë bëhet bamirëse. Lëshon pe. E te kalon problemin. Edhe e zgjidh më mirë se sa me drejtësi. Sa është i bindur tek Allahu i Madhërisëm se Allahu nuk ja humb sakrificën që e bën. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allahu thot, nuk ja humb Allahu shpërblimin bamirësave. Kur është e pamundur. Pastaj thot wa ita'i dhil qurba. Ky është niveli më i lartë i bamirësisë. Shpesh mund bëjmë bamirësi me njerëz që nuk na njohin. Ja jep një herë kur nuk të sheh, as kur nuk e sheh më. Por ndaj familjes kjo është bamirësia më e madhe. Kjo është bamirësia më e vlerësuar. Sidomos ndaj atyre që nuk të çmojnë, nuk ta dinë vlerën. Përmes bamirësisë që ti e bën ndaj tyre e përvetson zemrën e tyre, jo për vetvete, por për me qenë rob devotshëm ndaj Allahut Madhërisëm. Dhe kjo është fitoria më e madhe që ne mund ta arrijmë përmes bamirësisë. Dhe shpërblimi më fisnik. Andaj besimtar të ndershëm, të respektuar vëllezër, të investojmë sa më shumë në zemrat tona. Jetojmë në një kohë ku zemrat tona po cenohen nga të gjitha anët, me lloj-lloj haram, me lloj-lloj sulmi. Të jeni të bindur që djalli i mallkuar me gjithë argat e vet, synimin kryesor e ka që me realizu këtë rënje shpirtërore e cila pastaj çon devijim. Qofse ne ja hapim derën zemrave tona, me përjetuar rënje shpirtërore, me uftohen zemrat tona, lirshëm pastaj edhe natyrshëm do të shkojmë devijim, Allahu na ruajt. Sepse hum respektin ndaj mesazhit të Zotit. Hum respektin ndaj Zotit, sepse mos respektimi i mesazhit të Zotit realisht është mos respektimi vetë Zotit. Ai që se respekton Kur'anin se ka respektuar Allahun. Ai që se respekton Muhammed Mustafan se ka respektuar Allahun, nga se Kur'ani është libër i Zotit e Muhamedi është i dërguar i Zotit. Dhe ky është rëkëndshi i besimit ton. Ne fillimisht e besojmë Allahun për Zot, për krijues, pastaj e besojmë Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, madje për vul pejgamberisë, dhe e besojmë Kur'anin për mesazh të Allahut, për platformë jetësore që njerëzit duhet ta pranojnë dhe ta aplikojnë jetën e tyre në mënyrë që të kenë mbarvajtje dhe mirëqenie jetësore të kënaqshme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.